normale, konstatimi drejt, sepse, siç e thamë edhe vajzat këtë vit kanë ardhur shumë lojtarë të reja, kanë dojnë kohën e vetë të harmonizohen me grupin, të harmonizohen me mënyrën e lojës që let vaznia, dhe nga neshje vajzat kanë filluar mu harmonizu, kështu që është i drejtë e konstatim që mund të thajnë njerëzit. Ndjeni me afër kualifikimin profesor, pas fitores ndeshjen e parë apo do të jeni kujdesshëm? Na do të jemi shumë kujdesshëm. Normalisht që e njejmë kualifikimin, normalisht që na do të bëjmë hysmetin punë që të kualifikohemi, sepse nuk do të lëmë vetëm fitores ndeshjes parë, sepse futbolli ka të papritura të veta, por to pak ditë që kemi pas dispozicion, e na mundu që ato gabimet e ndeshjes parë, pavarësisht se fituame, ato gabimet e ndeshjes parë të riparojmë që në ndeshjen e dytë të nxjerrim një lojë sa më të bukur dhe normalisht edhe me fitore, sepse do të jena 100% në lojën në ndeshjen e dytë që të kualifikohemi. Pra nuk do t'ja lëmë vetëm ndeshjes parë. Në ndeshjen e parë ndaj ekipit të Ukrainës, në rënë sy rastet e shumta. Kjo tregon që skuadra punon mirë në mënyrën sulmuese. Pa diskutim që në manovrën sulmuese, në fazën sulmuese skuadra është duke punuar mirë, por këto ditë, siç e thash më përpara, këto ditë kemi punu që edhe për fazën mbrojtëse, se faza mbrojtëse do fillojë nga lart, kështu që do të kena punu edhe për fazën mbrojtëse që mos të lëmë hapësina boshe mrapa kundërshtarit që të na godasin. Dhe besoj që vajzat sikur t'i kryejnë gjitha vajzat detyrat që i jepin nga stafi teknik, atëherë normalisht që ne jena drejt atij hapit kualifikimit, objektivit që kena për vetes. 2-0 ndeshja e parë, e dyta luhet përsëri në Shkodër. Duhet të shanset janë më për kalimin e tyre tjetër. Po, normale që kur të luash të dy ndeshjet në fushën tënde, janë shanset më të mëdha, jena para publikut ton, ti publik të jashtëzakonshëm që na mbështet vazhdimisht në çdo ndeshje. Por gjithmonë çdo gjë don kujdesin e vet. Dhe ne do të kemi kujdesin, do të bëjmë kujdes që të punojmë fort, të shënojmë dhe mos të psojmë. Deri ku mund të shkojë në Europa Cup vllaznia? Kjo është një kupë e re dhe në këtë kupë janë gjitha ekipe elitare, ekipe që janë vendeve dyta në shumë shtete, të njohur në Europë për futbollin, por janë edhe ekipe që vijnë nga Champions League, që luajnë në Champions League. Pra ne do t'i marrim ne gjitha me radhë dhe të ecim sa më lart. Faleminderit për jush.